NASA duhet të kushtonte e tëra rreth 200-205 milion euro. Sa kushtoi UNAZA? UNAZA kushtoi 450 milion euro. Në UNAZ u vodhën lirshëm 250 milion euro. Për të realizuar këtë vjedhje klamoroze, Lubi Balluku në 13 kilometrat e fundit të UNAZ-ës, dhe keni parasysh një gjë, që UNAZ-a nga Tegu dhe në drejtimin drejt Linzës, drejt Surrel, drejt asaj zone, gjerë tek Kodra e Priftit dhe këtej, e ka patur të hapur, po thuj, fare. E ka trase, shko shifeni, kontrollojeni. UNAZA në zbritje ka patur teren të hapur. Megjithatë, këto pjesë, pikërisht këto 17 kilometra, kanë kushtuar në vend të totalit prej zbashku me ato shfezura me parë prej 200 milion euro, ka kushtuar 450 milion euro. Lubi Balluku ka shpenzuar për restin e mbetur të UNAZ-ës, për 17 kilometra, 18 milion euro për kilometr. 18 milion mesatarja. Një vjedh nuk ka rrugë në botë që të ketë të çmime. Ndaj dhe UNAZA e madhe është vjedhja e madhe Rama Balluku. Nuk ka gjë më të turpshme se të shkosh në gjykatë kushtetuese të bësh presione nga më primitivet. Sot i vetmi vendim që gjykata mund të mirte mos shqyrtimin e kësaj kërkese të paraqitur nga kryeministri më hajdut i Shqipërisë në kohra, por dhe më hajdut në Europë që merr guximin për të mbrojtur një vjedhje kaq të madhe të tunelit Llogaras, të shfrytëzoj presionin ndaj gjykatave për të mbrojtur. Edi Rama duhet jap me urgjencë dorëheqjen. Belinda Balluku është bashkëfajtore, por Edi Rama është më kryesori në vjedhjet e saj. Kjo mi zgjidh problemet. Shkoj pyesni ju gazetarë, Arben Ahmetajn dhe Damian Gjiknurin, kur thoshte me kështu se kjo Belinda mi zgjidh mua problemet, prandaj ju sjeni ma ministra, i hoqët e dy. Sepse ata si kishin bëllaj të firmosin si të firmose kjo, që nuk ngope i kur duke vjedh. Këto ishin çështjet që paraqita sot pra jush. Një pyetje. Në bazë të një tradite shumë vjeçare politike dhe parlamentare, Partia Socialiste është tërhequr nga kandidaturat për avokatin e popullit. Kreu i grupit parlamentar Tauland Balla deklaroi se do të votohet vetëm një kandidat që vjen nga opozita për avokatin e popullit. Ju cilin propozoni për avokat popullit? Ne kemi disa kandidat që do i paraqesim. Nuk e dija unë këtë deklarat Ballës, po mos harroj gjë që ai ndryshon nga mjezi ndark, deklaratat ai nuk ka kështu, se ka problem fare se kur është i zhveshur nga karakteri ai pastaj thot çdo gjë. Por ne kemi kandidaturat tona, i kemi të listuara, janë të njohura. Njëri prej tyre, zoti Besim Regjoni, ka qenë në seancë, kemi realist, domethënë që ai në çdo lloj kodi të rrytarisë parlamentare, ai duhet ishte votuar, por dhe duhet votohet. Pastaj janë kandidatura tjera, të cilat
Partia Demokratike i mbështet, pra ne nuk kemi disa kandidatura. Qa ndodhë nuk funksionon, Klajdi Bodli nga Syri Televizion. Ju i bët thirrje